Histori shqiptare mundësohet nga Sigal, Unica Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin, duke filluar nga 150 euro në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal, Unica Group Austria. Buka është kthyer në art. Pasion. Ekspozita me krime brumi gjën në dyqane. Bukë me fara, integrale, bukë fshati, e bardhë, bukë dietike, me susam apo pamaja. Rreshtohen ishëm në vitrina. Buka sot nuk gatuhet vetëm për të mbushur stomakun, por me të krijohet si në formë edhe në përmbajtje. Kur nisesh drejt një dyqani buke, nuk shkon thjesht për të bler bukë, por ndalon dhe mendohesh se cilën produkt duhet të zgjedhësh. Kohët e fundit, në qytetet e Shqipërisë, po sidomos në Tiranë, janë hapur fura speciale që ofrojnë një shumëllojshmëri produktesh. Unë ndodhem në njërin prej tyre që ka prodhimet më cilësore, Somek, dhe pasi shikon këtë shumëllojshmëri prodhimesh, pyetja që ngrihet është se nga vjen lënda e parë me të cilën gatuhen brumrat. Sekreti i një buke të mirë është një miell i kombinuar nga një krur cilësor. Ti përgjigjesh sqimës së konsumatorit me një miell dietik dhe të shëndetshëm, do të thotë të investosh në teknologjinë e duhur që mundson realizimin e një mielli elit. Tregu shqiptar ka filluar drejt kësaj tendence që të kërkoj për produkte të ndryshme, me përzierje i kryhimesh brenda, me fara, me le të themi me grura të racave të ndryshme. Mes fabrikave të drithrave me iniciativë private të ngritura në Shqipëri, tek kjo fabrik me emrin Diamond, gjejmë teknologjinë më të re, të sjellë nga Zvicra dhe Italia. Dhe duke qenë se ne kemi një mbikëqyrje jashtëzakonisht të re nga 2 laboratorat më të mëdha siç janë Muleshemia në Gjermani edhe në Francë, kurse si nuk mund të gapohet në industrinë tonë. Endri Haruni është nga teknologët e pakt që ka fatin të realizojë njohuritë e tij marrë në perëndim fal teknologjisë më të fundit, e cila prej 3 vitesh ndodhet e instaluar në këtë ndërtesë në Vorë, disa kilometra larg Tiranës. Çdo gjë është e përsosur, çdo gjë është më përpikmëri, çdo gjë është shumë e arritur, është ngacë shumë e madhe që të punoj në industrinë më të madhe dhe më të re të vendit tim. Fabrika Diamond prodhon miellin me të cilin gatuhet buka në vendet e zhvilluara, si Francë, Zvicër dhe Gjermani. Tashmë këtë miell kanë mundësi ta kenë
edhe konsumatorët shqiptarë. Duket e pabesueshme që në Shqipëri ka mbërritur kjo teknologji, deri në momentin që arrin të shohësh investimin e pazakont brenda kësaj ndërtese. Në 6 kate janë vendosur 6 linja moderne përpunimi. Një kompjuter komandon gjithçka. Kontrollon çdo gjë. Fjala e fundit e teknologjisë me sistem zinxhir dhe cikël të mbyllur ndodhet këtu. Kjo mega teknologji është instaluar nga specialist zviceran. Le të shohim në detaje se si përpunohen tritrat për të nxjerrë mielin me të cilin gatuhen bukët dhe produktet më speciale në Shqipëri. Me që obeziteti dekadat e fundit ka prekur shumë vendet e zhvilluara, çdo kush bën kujdes në grurin apo në bukën që blen. Kohët e fundit në Shqipëri është krijuar ideja që nëse blihet buka nga një grur i bluar në një mulli artizanal, ajo është më e mirë dhe nuk të shëndosh. Por, këtu në fabrik, mos thojmë diçka tjetër, që ne ndoshta nuk e kemi kuptuar, që ka të bëjë me pastërtinë e grurit që bluhet. Konkretisht, ky është një grur i ardhur direkt nga fusha dhe këtu kupton shumëllojshmëritë e papastërtive, të cilat nëse kalohen në bloje artizanale, ato direkt i shkojnë konsumatorit. Ndaj, kjo fabrik bën një pastrim sipas teknologjisë moderne që mielli i përftuar nga ky grur të jetë teknikisht i pastër. E për të pastruar grurin që sapo pam, janë 2 linja që vazhdojnë punën zinxhir në 6 katet e fabrikës. Makineritë automatikisht ndajnë mënjan pa pastërti. Shohim që makineria ka nxjerrë kasht, gur dhe mbetje të tjera. Pas pastrimit, gruri kalon në një proces që teknikisht njihet si kondicionim, me qëllim që të fitojë vetitë fiziko-kimike. Pas kondicionimit, gruri është gati për të bluar. Ky është dhe procesi më fantastik. Imagjinoni që nga një kokër gruri, këtu fitohen mbi 10 në produkte të tij. Gruri nga madhësia kokër fillon edhe të coptohet në nëntë madhësi. Aktualisht ku jemi këtë të dyshi. Po të shohim, pasi coptohet, fillon edhe kalon në plat sistem. Nga plat sistemet kalon në për cilindra të tjerë të radhës. Gruri nuk është fare në kontakt me ambientin. Kalimi bëhet nëpërmjet tubave dhe sistemit pneumatik për të kaluar në makineritë e ndarjes së nën produkteve dhe përpunimit. Aktualisht fabrika është e tillë. Fillon coptimi i grurit do 1 2. Shkon ke po 3. Pas po 3, shkon ke po 4, ke po 5. Pastaj fillojnë cilindrat lisho, të sitet lart.
qa cita ekonomia, qa nuk citi asjel vëtreshit. Fillon vëtreshit e bën në më të vogla. Qa cita ekonomia, qa nuk citi e qënë për 4, së dhe zinxhir, proces ka për njështit e ke që një ndjeta. Mjeli do të tregoj unë, hajde. Gruri, nga bloja, ndahet në përtuba për të coptuar. Se nuk e shohin do të... Më pas, shkon tek sitat. Dhe ky kalim në përkate vazhdon deri sa në fund del produkti për të cilën është shpikur kjo teknologji gjigante që është përftimi i miellit dhe imes. Është shumë interesante procesi i ndarjes së grurit në nën produkte. Janë me 10 nën produkte, është e pamundur që të kuptohet sado që të filmohet procesi i makinerisë. Ne kemi marrë vetëm disa mostra të nën produkteve të grurit dhe të gjitha këto sipas ngjyrës dhe matësisë tregojnë që për të arritur tek finalja, dhe finalja është ajo që ne të gjithë e njohim si mielli i pastër, është dashur një proces i gjatë të cilën e kryen në një kohë rekord një makineri e fjalës së fundit. Nga gruri kemi arritur që të heqim të gjitha pa pastërtit për të arritur në produktin final tipi 0. Që do të thotë, në një sasi të caktuar gruri për 100 kg, ne këtu kemi arritur që të marrim vetëm zemrën e tij, do të thotë gjithë pjesa tjetër e grurit ka hikur në nën produktin e miellit. Që bukpjekësi të mund të përgatis lloje të ndryshme buke, që pastiqeri të gatuaj ëmbëlsirat e shijshme, që pizzeria të ketë brumin e duhur, ka një sekret. Sekreti është kombinimi i nën produkteve të grurit. Nëse gruri nuk do të ndahej në më shumë se 40 pasazhe, nuk do të arrijej të krijoheshin lloje të ndryshme mielli, që kanë ngritur në art dhe gatimin e brumrave. Produkti i picës nuk është gruri zakonshëm, gruri të bukës, por janë grur të caktuar, lënda e parë ndryshon në pjesën e vlojës dhe ne arrim për të bërë një miell pice me shumë elasticitet. Prandaj se po ja duhet picën me miell të zakonshëm. E po atëherë duhet marrim miell pizza Diamond që është posaçërisht është i specifikuar për të gatuar picën. Që dhe një ambis që s'di të gatuaj mirë, do ja dalim. Ne nuk mund të themi që mielli bëhet picë vet, por pa diskutim që një cilësi e lartë e miellit që është specifike për të bërë picën apo për të bërë bukur, të ndihmon jashtëzakonisht shumë. Mendoj një çast të lumtur më shumë. Me sigurimin kasko tek Sigal Unica, mbroni makinën tuaj nga dëmtimet aksidentale, thyerja e xhamave, vjedhja, katastrofat natyrore, zjarri dhe dëmtimet në parkim. Mendo makinën, mendo sigurimin kasko. Vetëm tek Sigal Unica Group Austria. Kjo është zemra e fabrikës. Pasi asnjë sasi gruri nuk hidhet në proces bluarje, pa ardhur këtu që të bëhen analizat fiziko-kimike. Makineria që ju shikoni është një fabrik e vogël e cila bën të gjithë bluarin e grurit, i cili më pas kalon në makineritë e tjera që janë teknologjia e fundit për të kryer skanerin më të imët të grurit. Ndërsa dhoma që ju shikoni më tutje është një furrë me të gjitha pajisjet ku bëhet dhe prova e fundit që është pjekja. Asnjë sasi mielli e Diamonds nuk kalon tek konsumatori pa bërë të gjithë procesin e analizave deri tek pjekja.
Aparaturat e laboratorit ton janë fjala e fundit e industrisë perëndimore. Ne kemi firmën franceze Chopin dhe Brabender që është gjermane. Një pjesë e aparaturave janë suedeze. Nuk është një laborator i formuar nga një industri, por kemi marrë më të mirat e gjithë industrisë perëndimore dhe i kemi bashkuar dhe i kemi sjellë për nevojat tona në laboratorin e fabrikës së Mielit Diamond. Gruri i ardhur në fabrikën Diamond importohet kryesisht nga Franca, Gjermania, Rusia apo Austria. Përpara se të shkarkohet, çdo 30 ton sasi i bëhen analiza të hollësishme. Kjo fabrik ka dhe të vetmen pajisje e cila arrin të dallojë nëse gruri është i toksinuar apo jo. Kjo është një risi e fabrikës tonë. Ne jemi të vetmit në dianin time që bëjmë këto analiza mikrobiologjike. Fabrika Diamant ka dy cilësi kryesore. Cilësinë e gjithë produkteve që prodhon dhe sigurinë ushqimore. Për cilësinë dihet që ka bërë disa rezemjellrash që i përshtaten kërkesave të konsumatorit. Por kryesorja tani është dhe siguria ushqimore. Keni dëgjuar që kohët e fundit në Shqipëri vinë grura që kanë si rezultat i ruajtjes jo të mirë magazina, kanë myket, mykotoksinat deri në alfa-toksin, që është kanceroze. Në këtë fabrikë bëhet analiza e alfa-toksinës dhe përcaktohet gjithë diagrama e procesit teknologjik për të arritur në atë pikë që mos ketë dëm për konsumatorin. Pra kemi një lidhje shumë të bukur midis cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Konsumatori ka kërkesë shumë të madhe për sa i përket cilësisë. Nuk mundesh që me një lloj produkti të gatuash shumëllojshmëri produkte të gatshme. Që do të thotë se cili produkt i gatshëm që ti shef në furrat bashkëkohore, padyshim që ka një produkt specifik, një miell specifik për ta gatuar atë. Dhe në këtë moment të lind nevoja për një laborator të tillë. Në këtë fabrik e kushtohet rëndësi dhe vlerave ushqyese të miellit. Ndaj, përpara se mielli të bëhet gati për paketim, i hidhet një sasi vitaminash me vlerë për organizmin. Aktualisht mielli jonë është i pasuruar me vitamin C, vitamin 12, acid folit dhe hekur, të cilën ndihmojnë në pjesën e anë mirë së konsumatorit. Ne pa diskutim shtojmë vitamina nga më të ndryshme që mielli Diamond të jetë i pasuruar për konsumatorët. Sikurse përpunimi edhe paketimi është i gjithë automatik. Imagjinoj që ti gjithë luftë, gjithë fabrika bën vetëm për një bukë, që ti e merr gati në darkë. Vetëm gjithë kjo lodhje, 6 kate fabrik, Vetëm për një bukë. vetëm për një bukë. Bile nuk bëhet fjalë as për një bukë As për një bukë, se kanë filluar të dalin porcionet e Ka vogla. filluar shumë proporcione të vogla, është vërtet. Patjetër që ne këtë sugjerojmë që produktet jenë rreth të parë të ushqyeshme dhe të padëmshme, pastaj të jenë profesionale dhe për t'u përshtatur konsumatorit në pjesën e përpunimit. Teknologjia e paketimit është marrë nga Italia, vend që quhet për paketim estetik dhe fin. Fabrika Diamonds ka arritur të nxjerrë 24 produkte, të cilat i ka grupuar në 2 pjesë, produkte për gatim familjar dhe profesionale. Mielli që dërgohet për gatime profesionale paketohet në sasi më të mëdha. Për familje, paketimi është 1 kilogram. Brenda një kohe rekord, kjo fabrik ka arritur që të jetë e pranishme në çdo qytet të Shqipërisë dhe në çdo industri të prodhimit të brumrave.
Çdo produkt i kësaj fabrike është në kuzhinat e familjeve tona. Neve tash me këto fabrika që kemi, po konkurrojmë dhe miellat që po vinin nga Italia dhe nga Serbia dhe nga kudo tjetër. Bile francezët që erdhën këtu, te Ministria e Bujqësisë së Ushqimit, dikur para një muaji gjysmë, ata nuk e mendonin që në Shqipëri të ketë këtë teknologji. Dhe ata u kënaqën me teknologjinë që kemi dhe nuk kishin më nevojë që ne t'i dërgojmë atje për të mësuar specialistët tanë, sepse e kemi aq të përgatitur këtu, sa kemi arritur rezultatet sipas kërkesave të gjitha llojet e mielave që prodhohen. Kjo fabrikë ka arritur të sigurojë tregun e produktit cilësor që përpunon. Paradoksi është se kapaciteti i saj është shumë herë më i madh nga sa përpunon aktualisht. Në 24 orë, këto makineri mund të përpunojnë 300 ton grua. 6 depozitat mbajnë 12.000 ton në kushtet të përsosura. E nëse kjo fabrik nuk punon në kapacitetin e saj të plot, kjo për shkak të miellit jo cilësor që vjen nga vendet e tjera dhe që shitet më lirë. Edhe pse ende mielli jo cilësor vjen në Shqipëri nga vende të tjera, kërkesat në rritje për miellin shqiptar tregojnë se konsumatori po vlerëson produktin vendas. Nëse furat në Shqipëri i japin produkte si kudo në vendet e zhvilluara, kjo do të thotë se fabrika të tilla arrin t'u japin miellin e duhur që krijon dhe bukën cilësore dhe të shëndetshme. Histori shqiptare mundësohet nga Sigal Unica Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin duke filluar nga 150 euro në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal Unica Group Austria.